Në ambientet e provincës franceskane Zoja Nunciat në Shkodër u zhvillua ceremonia promovuese e librit më të ri me poezi të Atë Pashko Gojçajt me titull Kohë në Shtill. Autori u shpreh emocionuar për vlerësimet dhe u ndal tek puna e gjatë deri kur këto poezi pan dritën e botimit. Me dashur me fol për tematikat e poezisë sime, pse nuk është me vetë të për poet, por kom që jetë me shkruar poezi, ja për nesër çmini. Kishim me kanë domethënë libri I parë që është në gjuhën kroate, kushtuar Kroacisë, ku konvituar për 19 vjet. Libri tjetër bashkë dy në stërjetën e takimit kohëve që I konvituar në Tuzë në Macinë e Madhe. Kjo këtu në Shkodër që jam tash 5 vjet. Zefi e di me thonë, Atë Pashko Shkodër e ka debolet. Tematikat janë të lidhura me vend, me kohë dhe me persona, por gjithmonë me të parë në Zoti, atë vinë në persona tjerë. Pjesëmarrësit vlerësuan kontributin e Atë Pashko Gojçajt në kulturën dhe letërsinë shqipe, ndërsa pedagogu Vincenc Marku I bëri një analizë të detajuar poezisë Shkodra ka. Zoni Shtanut, që është kënduar në Shkodër në vitin 1913-1944, ma ne për pak vite 1917 në Tuzë për Padër Gjergj Marstjepaj, e Florishës Padër Pashko dhe mbajti deri në vitin 2021. Detretimin e Zanit që kishte 3 kohe kryesore, kronikë e ngjarjeve të famullisë dhe provincës franceskane, shëshu me shkrimet karakterit biblik e teologjik. Të guxoj, si thot Padër Pashku ndonjëherë, të guxoj të them që shtjella edhe të përpin, të thith, por shtjella edhe të nartëson ndonjëherë. Këtu jemi te poezia, atë që tha Padër Gazmeti. Do thotë, është një art që nuk mbështetet në sasi, nuk mbështetet në retorik, nuk mbështetet të fjalë të mëdha. Mbështetet të mesazhi ose punti që përçon teksti. Nga ana formale, poezia është një poezi e tipit postmodern, por që ka një thyrë të fortë në traditën, sepse përdoret rima, por rima këtu nuk është rim e plot, por është rim asonantike, ku rimohet zanoret, por jo bashkëngorët. Poezia duket në vetvete se është një marrëdhënie e poetit, e fratit poet, me lexuesin. Atë Pashko Gojçaj ka lindur në Malsi dhe prej më shumë se 4 dekadash, shërben si meshtar I urdhërit franceskan, ka ushtruar detyra të rëndësishme kishtare, krijimtaria e tij është vlerësuar me çmime kombëtare dhe mirënjohje për kontributin kulturor dhe humanitar.